E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet që në fakt po marrin një viralitet të frikshëm në rrjetet sociale. Do ndalojmë të flasim për zënkën e madhe që po bëhet aktualisht edhe tani brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Lufta ka nisur që mbrëm mes Sasës edhe mes Labit. Banorët nuk është se kanë pritur me dashuri hyrjen e Labinot Rexhës brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Tani, unë e thash edhe në një komentim që bëra ditë më parë, por do ta them edhe ditën e sotme. Banorët krijojnë një lloj vetbesimi brenda kësaj shtëpie dhe mendojnë që shtëpia është e tyre. Duke u munduar që banorët e rinj, që realisht të gjithë janë banorë të ri ato, por banorët e rinj të mos i pranojnë dhe të mos i duar trokasin ashtu siç duhet duar trokitur. Zënka e madhe gjatë orëve të vona mbrëm të natës që ndodhi në shumicë banorësh kundërdrejt Labit dhe vazhdimi i kësaj zënke dhe ditën e sotme ka çuar që Labi dhe Sasa të futen në privatësinë e tyre, duke përmendur gjyshen serbe të Sasës dhe duke i vënë epitete njëri tjetrit, ku Labi në këtë rast e thret Sasën Dragana, duke i quajtur që ti je serbe dhe nuk je shqiptare, ndërsa Sasa e thret Labin Barbie. Sa është normale që në një televizion ndërkombëtar, do me thënë të përdoret gjithmonë karta e patriotizmit për të luftuar brenda në lojë. Unë nuk dua në këtë rast të arsyetoj Sasën dhe më pak Labin, por që banorët në këtë debatin që krijuan e tepruan me Labin, e tepruan jashtë mase shumë, sepse ato që mbrëm mundoheshin që Labin ta nxjerrin nga vetja, edhe pse Sasa i thonte gjatë gjithë kohës që ti ke ardhur me qëllimin që të më nxjerrësh nga vetja, do të thënë Labinoti nuk u prit mirë në shtëpi, as nga Shkurta, as nga Sasa, por më pak edhe nga banorët e tjerë. E vetmja që mundoheshte që ta qetëson situatën mbrëm ishte Eliona. Unë mendoj që pikërisht në ditën e flamurit, duke ditur se çfarë plagë të dhimbshme ka Kosova dhe të gjithë shqiptarët kemi me Serbin, nuk duhet të përmendim epitete, nuk duhet të merremi me fenomene të këtilla, sepse vërtet janë fenomene shumë të dhimbshme dhe të nisen luftra brenda shtëpisë me këtë lloj gjuhe, unë mendoj që nga Sasa ky lloj provokimi nuk është i pranueshëm. Shpresoj që sonte opinionistët të japin një qëndrim, të japin një sqarim, të japin një bindje dhe të tregojnë banorëve që nuk duhet të përdoret karta e patriotizmit duke pyetur a e ndjen veten shqiptare, apo e ndjen veten serb, apo e ndjen veten bullgar. Do të thënë lufta ka nisur në këtë formë. Mbrëm pak orëve para pak orëve të gjumit, në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka shpërthyer një debat i fortë mes Sasës edhe Labinotit. Një video e publikuar në rrjet ka zbuluar momentet kur Sasa shihet duke shkuar drejt krevatit të Labit për të përballur pas një bisede që duket se e ka prekur Sasën emocionalisht. Sipas asaj që dëgjohet në video, Labinoti dyshohet se e ka pyetur Sasën a e ndjen veten ti shqiptare. Kjo pyetje duket se e ka nervozuar thellë Sasën, e cila e ka kundërshtuar menjëherë. E irrituar ajo i drejtohet Labinotit duke i thënë çka deshe të thuash me këtë fjalë, a e ndjen veten shqiptare. Ti je më shumë i lig, je burr i ligi, thot Sasa. Në përgjigje të reagimit të saj, Labinoti dëgjohet duke thënë më fal, në rregull, e përmendim në Prime. Sasa, e cila vjen të jetë nervozuar nga pyetja e tij, përsërit çka deshe të thuash, a e ndjen veten shqiptare, ndërsa në kulmin e acarimit të saj ajo i përgjigjet me një jo, duke bërtitur nga nervoza. Më pas shton me zë më të ulët, por me vendosmëri. E di populli shumë mirë se kush jam unë jam Saranda Hoda.
Kjo situatë ka ngritur menjëherë reagime në rrjetet sociale ku përdoruesit po diskutojnë pyetjen e Labinotit, reagimin e Sarës dhe kufit e një bisede të tillë brenda një shtëpie. Unë nuk toleroj në asnjë mënyrë që bisedat e këtilla të bëhen, megjithatë që edhe Saranda edhe Labi janë shqiptar dhe nuk duhet përdorur karta e patriotizmit, domethënë është bërë po bëhet një ripërsëritje në fakt nëpër Big Brother kjo karta e patriotizmit dhe sa ne duhet ta shesim patriotizmin ton për disa klikime. Dua të marr mendimin tuaj për këtë debat që në fakt vazhdon edhe ditën e sotme duke vënë epitete shumë të rënda si fenomeni Dragana apo Barbie.